Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani kërkon ndihmën e Bullgarisë për heqjen e penaliteteve nga Bashkimi Evropian. Ajo është takuar me presidentin e Bullgarisë, Rumen Radev. Osmani gjatë një samiti në Riyadh tha se në qendër të bisedës ishte largimi i masave të padrejta ndaj Kosovës dhe avancimi i aplikimit për statusin e vendit kandidat në Bashkimin Evropian si pjesë e përpjekjeve tona të përbashkëta për të forcuar stabilitetin rajonal dhe për të thelluar bashkëpunimin ndërmjet vendeve tona në kuadër të partneritetit evropian dhe euroatlantik, shkruan përmes rrjeteve sociale presidenti i Kosovës Vjosa Osmani. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti apelon për zgjerim të Unionit Seychelles për sigurinë europiane. Gjatë një takimi në Zhaku e Delors në Paris ai theksoi nevojën për një qasje vendimtare dhe të bazuar në merit ndaj zgjerimit nga Bashkimi Evropian Seychelles për sigurinë europiane përballë rreziqeve aktuale gjeopolitike. Diskutuan gjithashtu investimet në mbrojtje të Kosovës, mbrojtjen kushtetuese dhe praktike të drejtave të njeriut dhe të pakicave, si dhe në lidhjen e pandashme midis agjendave ekonomike dhe parimeve demokratike, shkruan Kurti, teksa qëndron në Francë, ku po merr pjesë në forumin e paqes. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arben Sheu gjatë raportimit në Komisionin e Ekonomisë mes të tjerave ka identifikuar problematikat e asura në sektorin e shëndetësisë. Para deputetëve Sheu vlerësoi se në fushën e koncesioneve në shëndetësi janë kryer pagesa ndonse nuk është përmbushur niveli i shërbimit të kontraktuar. Në fushën e shëndetësisë janë konstatuar problematika në menaxhimin e pajisjeve mjekësore, veçanërisht për shkak të mungesës së inxhinierëve biomjekësor në spitale si Qendra Spitalore Universitare Nën Tereza dhe Spitali i Traumës, duke sjellë varësi nga shërbimet e jashtme, kosto të larta dhe menaxhim të pasigurt të burimeve. Krahas asaj, Sheu vlerëson se shpërndarja e pajisjeve në qendra spitalore nuk përputhet me nevojat reale të popullsisë, si dhe problem është trajtimi i pacientëve me probleme të shëndetit mendor. Po ashtu, shpërndarja e pajisjeve nuk përputhet me nevojat reale të popullsisë. Për kujdesja për pacientët me probleme të shëndetit mendor mbetet e pamjaftueshme, ku në këtë rast u evidentua mungesa e një qasje gjithëpërfshirëse për trajtimin e tyre, ndërkohë që spitalet psikiatrike përballen me mungesa serioze në kapacitetet e akomodimit dhe të shërbimeve. Ishte kryetari i kontrollit të lartë të shtetit Arben Sheu. Drejtori i Autoritetit Kombëtar për Sigurinë Kibernetike Iglitafa Edposh komentet në media mbi përgjigjen e deputetëve përmes vendosjes së pajisjeve Deep Packet Inspection pranë institucioneve publike dhe kuvendit të Shqipërisë. Në një deklaratë për media Tafa sqaroi se pajisjet DPI nuk përdoren për të realizuar përgjim apo profilizim të qytetarëve, por përdoren për garantimin e një mjedisi digjital më të sigurt për fëmijët. Ai shpjegoi se çdo përdorues në internet del me një IP publike që i përket entitetit dhe jo individit, duke përjashtuar mundësinë e identifikimit personal. Po ashtu theksoi se komunikimet elektronike janë të enkriptuara përmes çelësave dhe algoritmave simetrik dhe asimetrik, gjë që i bën teknikisht të paritshëm ndërhyrjet apo leximin e përmbajtjes së tyre. Ekzekutohen 9 prej 10 urdhër arresteve në kuadër të një operacioni për tjetërsimin e pronave dhe ndërtimeve pa leje në Lezhë. Të përfshirë rezultojnë ish zyrtar të kadastrës së Lezhës, Inspektoratit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit si dhe një punonjës policie. Sipas informacioneve bëhet fjalë për ndërtimin e disa shtëpive në zonën e Ranës së Hedhur në Shëngjin, ku dyshohet se janë tjetërsuar prona ndërtuar pa leje dhe më pas legalizuar. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.